A e ke njoft Milan Radojqiqin? Unë e di se nuk kam bërë asgjë, se nuk kam kur far lidhje me ngjarjen në Banjsk. A është vërtet se ju keni jetuar në Bajs deri në janar të 2023-s, apo jo? Po, Pas kësaj, jeni zhvendosur në Zveçan, apo jo? Tačno nakon toga sam e vërtet dhe pas kësaj kam qenë përkohësisht i vendosur në hotel sepse s'kam pasur ku tjetër. ne u Banjskoj. Jo në Banjsk ku kam punuar aty. Aty më kanë dhënë një dhomë për mua dhe për familjen, pasi që s'kam pasur ku të vendosem. Keni punuar disa vite në kompleksin Rajska Banja, është e vërtet? Da, tako. Po, është e vërtet. A njeni mirë zonën e Banjskës aty ku ka ndodhur sulmi saktësisht? Pjesërisht nuk mund të them që e njoh çdo çoshe. Unë me 23-ën kam qenë në Banjsk deri në ora 4. Pas kësaj kam shkuar në vikendit siç e sqarova, ku kam qëndruar tërë natën deri të nesërmen, kur kam zbritur në ora 7. Në deklarat kam thënë se kam qenë në Suodol, jo në Banjsk. Nismo silazili dok nije svanulo, nismo znali šta se dešava. Nuk kemi nisur pa aguar, nuk e kemi ditur çka ka ndodhur. Kur ka aguar, domethënë kur ka zbritur, ne kemi zbritur poshtë të shohim se çfarë po ndodh. Kur ju ka ndalu policia, a është e vërtet që ju është sekuestruar telefoni juaj? Kur kam arritur tek ura, më kanë kërkuar letërnjoftimin, unë ja u kam ofruar letërnjoftimin. Pas kësaj, polici tjetër është afruar, më ka pyetur se a kam telefon. Sa telefoni më është marrë, siç kam thënë, në hyrjen në Mitrovic, domethënë në stacion policor. Po, mendoj se është emaili im. Ai numri i telefonit i imi ka qenë para disa viteve, po jo në momentin e arrestimit. E në momentin e arrestimit a keni pas numër telefonit apo? Jo. Nuk e kam pasur këto, po kam pas tjetër në telefonin tim. E kam pasur një të Kosovës dhe një tjetër të Serbisë. Po jo këtë që po e thot prokurori. Pra ju keni qëndruar saktësisht natën kur ka ndodhur sulmi në këtë villa, po. Unë i nderuar gjyqtarë 10 herë jam përgjigjur në këtë pyetje. Në mënyrë konstante kam thënë se aty kam qenë nga ora 4 pasdite. A mundesh me konfirmu që nga brenda është kjo pamje e kësaj ville? Da, jeste. Po. Po është. Disa kjo fotografia këto është pjesë edhe në këta kustu e kemi përmend. Ndërsa fotografia e dytë është pjesë edhe në aktakus. A është vendi i ngjajshëm ku keni dalë me armë, në vendi ku keni qëndruar atë natë? Veç më së ngota këto. Përgjigjja po. Ju keni përmend disa persona se keni qëndruar, njëri nga këta persona, Danilo Virjević. A veç më konfirmo? Po, a ka qenë kë me ju atë natë? Përsaktësisht për personin i cili në akt akuz është i 38 me radhë, e që quhet Danilo Virjević. Te noći nije bio sa nama na Atë natë nuk ka qenë me neve në villë. Danilo Virjević. Ju jeni edhe gjuetar, apo? Më herë thatë se jeni gjyqtar, e ka konfirmu. A mundesh mi tregu gjykatës me çfarë lloj arme dilni në gjatë? Personalisht nuk kam pasur armën time, por e kam huazuar nga një kushëri, pushka, municionin që e ka përdorur ka qenë 12. Gjyqtari, nëse nuk ka armë, Unë e kam fituar, kështu që natyrisht që po mujka. a mundesh mi tregu gjykatës për çfarë lloj gjesh ju gjumni? Unë personalisht edhe sinqerisht nuk kam gjuetur asgjë sepse jam gjuetar i ri dhe në gjueti kam shkuar për rekreacion, për kohë të lirë. Për ndryshe në gjueti ka domethënë lepur, ka domethënë dera tegër. Për gjujtjen e lepurave dhe derave. iskreno da. T'ju them sinqerisht nuk e di, sepse nuk kam qenë konstant në gjueti, por si që thash për rekreacion kam shkuar, kur kam pasur kohë të lirë. A e ke njoft
Milan Radojqiqin? Personalisht jo, nuk e kam njohur. A e ke postur në telefonin tim? Një kohë më parë, domethënë moti, një numër të tij, po. Sipas atij procedurale është gjetur në email. Në telefonin tim, si telefon, në kontakte, me siguri jo, në kontakte të telefonit. Telefon e kam përdorur 1 vit e gjysmë të fundit dhe me siguri nuk e kam pasur në telefon. Ndërsa për email nuk mund të vërtetoj sakt. Mund të arsyetoj edhe nga karë nëse është e nevojshme. Unë ju lutem, keni mjaft kohë deri te fjala përfundimtare, që ju në fjala përfundimtare të shënoni. Çka ju mendoni që unë kam bërë aty me 24 shtator 2023. Unë e di se nuk kam bërë asgjë, se nuk kam kur far lidhje me ngjarjen në Banjsk. Unë ju kam thënë agodzoj të ju drejtohem, ju keni thënë urdhëroni. Kështu ka qenë. Është e vështirë ta shikosh të vërtetën në sy, shumë e vështirë.